Është shumë e vërtet. Shumë nana shkatrojnë jetën e djemve. Do të them një rast. E dini ju sa meshkuj ka që smartohen me femrat që duan, duke qenë që jetojnë me prindrit e vet, dhe i thon femrës që të martohesh me mua duhet jetosh me prindrit e mi, dhe femra i thot: I dashur ne duhet jetojmë në shtëpi veshma sepse kjo është më mirë për të gjithë, që të gjithë jemi të qetë dhe mashkulli nuk pranon në mënyrë kategorike. E di pse ndodh kjo gjë? Sepse fajtorët janë prindrit. Do thoni ju pse janë fajtor prindrit? Sepse prindi e ka rrit fëmin, pra që 2 vjeç, duke i thënë të kam bë kokën, ke detyrime ndaj meje, kur të plake mund do rish me mua, dhe ja ka ushqy në gjen, ja ka ushqy në vena, ja ka ngulit në tru, dhe e kalon fëmin me trauma, që fëmin duke rrit me atë mentalitet, dhe prandaj është fëmia në këtë gjendje sot, djali mashkulli që smartohet me femrën, sepse ai e quan si obligim, detyrim për vdekje. Sepse nëse prindi do i kishte thonë fëmis vet, që shiko mami, që kur është fëmijë, kur të rritesh do jetosh në shtëpi me gruan tënde, shiko mami që kur ti je moshë madhore, 18 vjeç, duhet shikosh jetën tënde, drejtimin tënd, duhet jetosh veshmas, ti veshmas, pastaj kur të martohesh duhet jetosh veshmas, sepse kështu është cikli i jetës, dhe jeta është e tillë e gërshetuar që secili ka jetën e vet, dhe që ti kosh ndash nga unë nuk do të thosh që s'më do mua, por thjesht është cikli i jetës kështu. Ne do shihemi, ne do takohemi. Por jo, sepse prindi e edukon me tjetër gjë, edukon duke i thonë kam bë kokën, si do mlesh ti vetëm. Dhe djali detyrohet mos të martohet me njeriu që do, me femrën që do, dhe të martohet me një femër që se do, të sakrifikoj lumturinë e vet, sepse nëse ai do martohet dhe do largohet nga prindi, prindi do mërzitet, dhe mos mërzisi prindin e vet, ai sakrifikon jetën e vet. Ore ti thush, më mirë ti thush mashkullit vdes, dhe më thënë pranon mashkullit vdesi, pranon të vdesi, se sa të ndahet të leri prindrit vetëm dhe të martohet me grua dhe të jetoj shtëpi vetëm. Aq me trauma ka ngel gjinia mashkullore. Pra i duket gjë normale vdekja, thot e më le të vdes, thot s'mbëhet vonë mu, prindrit unë si lej. Si lej për të martu me ty, sepse prindrit janë më të rëndësishëm se sa jeta ime. Dhe me thanë, a ka kuptim kjo gjëja këtu? Ti lesh fëmijët me trauma, ta lësh mashkullin me trauma, të shkatrohet jeta e mashkullit, dhe prindi këtë gjë nuk e di fare, sepse prindi këtë gjë duhet ta mendoj a priori. Po ky fëmia që është beqar, që është duke nejt me mua, mos vallë mendon që ka detyrim të rri me mua, sepse ja ke ngulit ti në kokë, ja ke shkatruar fëmijës jetën, nuk martohet fëmia me femrën që do për këtë arsye. Dhe ti se vërej fare këtë gjë, nuk e vërej fare këtë gjë. Dhe unë jam e sigurt, dhe me thonë gjithë meshkuj, dhe kur ju thu kështu do të jetojmë shtëpi veshmas, e dy si të shikojnë. Dhe me thonë bëjnë fajtore femrën dhe i thonë femrës ti e keqe, dhe me thonë përveç se të mendojnë faktin që duhet jetojnë veshmas. Ndoshta ato në vetvete e din shumë mirë që kjo është zgjidhja e duhur, por se bëjnë, sepse do mërziten prindrit, do lëndohen prindrit nga kjo gjëja këtu. Edhe disi të përgjigjen thonë, jo, ato mblejnë të danë shtëpi veshmas, po se bëj jo, se u si lej vetëm. Që është gabim, dhe me thonë, të sakrifikosh lumturinë tënde, gjithçka si fëmijë, se prindja ka bërë jetën e vet më vëlla. Dhe djali sakrifikon gjithçka për të mos qenë i lumtur, vetëm që mos mërzitet prindi, se po u largon nga shtëpia do mërzitet prindi, kuptoni? E kuptoni sa rëndësishme është situata ju mamat që keni këto influencë më të madhe se baballarët te fëmijët tuaj. Dhe unë jam e sigurt që tani komentet do jenë. I ke fajet ti që s'ke pranu të martohesh. Shumë mirë ka bëj djali, halladhja bov zoti atij djalit. Këto janë komente, sepse gjithmonë fajsohet femra, gjithmonë dhe me thonë japin të drejt djalit. Jam e bindur që komentet do jenë. Halladhja bov zoti atij djalit. Pra halladhja bov zoti atij djalit që shkatron jetën e vet për tekat e moshës së tretë. Lini komente, se dua të di komentet tuaja.